Zoti Manja, faleminderit që pranuat ftesën për intervistë. Në fakt, unë kam ardhur për të rregulluar marrëdhënien tonë pasi kemi pak kohë që jemi ftohur. Duhet të drejtohesha në mënyrë institucionale me kërkesë për intervistë, sepse ishte e vetmja mënyrë për të takuar. Mesazh që replikafën. Po, rruga institucionale është me sa duket rruga më e qëndrueshme dhe më e gjata e komunikimit me zyrtarët. Kështu që unë dua të falenderoj për intervistën. Tani te kafja. Unë kafen e pi pa sheqer. U bën ka disa vite që e pi pa sheqer, por jo gjithmonë ja dal sepse nga jera harroj ta pi kafen edhe kujtohem darkë që sot s'kam pi kafen. Nuk është se mendon si presidenti që je ëmbël vetë dhe s'ke nevojë për sheqer. Jo, unë kafen e pi pa sheqer se me thënë të drejtën diabeti është smundje e kohës edhe unë mendoj ta evitoj sheqerin kafe. Që drejtohem zoti Manja, zoti ministër apo Ulsi, siç të njohin të gjithë tashmë, Ulsiu i Lolitës? Mu drejto si të ndjesh ti më mirë. Unë më mirë Ulsi e kam. Sepse unë në fund ditës prapi njëjti jam, Ulsiu. Si ka qenë familja jote? A mund të na tregosh diçka nga kujtimet më të hershme që mban mend? Për shembull, a ke veshur çorape leshi? Se unë për vete jam nga Mali dhe kam veshur. Familja ime ka qenë si fëmiria e çdo brezi që lindi në fillim të viteve 70. Një fëmijëri e vështirë si koha, por e bukur. E bukur për shkak se nga ajo kohë kemi kujtimet më të mira të fëmijërisë, të shkollës, të grupit, por edhe të familjes. Unë kam lindur dhe jetuar në një familje jo shumë të madhe, por një familje që kemi qenë të lidhur shumë ngushtë dhe vazhdojmë edhe sot e kësaj dite. A kam veshur çorape leshi? Sigurisht që si çdo dibran, edhe unë kam veshur jo vetëm çorape leshi, por edhe triko leshi. Sepse Dibra është një vend i mrekullueshëm malor, bën ftoft, por edhe dimri mban të gjatë. Tani ka ndryshuar pa klima, po përpara viteve 90 dimri ishte i egër dhe i ashpër. Dhe nënat edhe gjyshët tona, çorapet e leshit dhe trikot e leshit ishin gjëja që bënin gjatë verës për t'i veshur në dimrit, rëndësi ka të mos ftoheshin dhe t'ishin ngrohtë. Dhe unë jam krenar, si çdo njeri, dhe sot është ndoshta momenti të kujtoj nënën time. Të kujtoj nënën time, se dhe ky shëndet që gëzoj sot, falë Zotit, edhe kujdesit të nënave dhe gjyshëve tona e kemi ne sot. Edhe nuk është problem të pranojmë që kemi veshur çorape leshi. Jo, me çfarë problem? Problemi është kur janë kështu Chanel, Louis Vuitton. Jo, unë çorape leshi, me thënë të drejtën, çorape leshi edhe sot kur është ftoft, unë çorapet e leshit i kam pjesë të qenies time, të fëmijërisë time, s'është turp. Kjo do bëhet lajm. Absolutisht. Ministri vesh çorape leshi. Po patjetër me kur është ftoft njeriu kujdeset për shëndetin dhe trupin. Sot njerëzit janë duke mbajt dieta për të kujdes për shëndetin e jo më të veshësh çorape leshi kur është ftoft në dimër. Po pse në Alpët e Europës që bën ftoft edhe që njerëzit vishën me triko leshje, me çorape leshje, me shalle leshi, është turp? Por nuk e kanë kompleks atë. Çfarë kompleksi ta kesh? Rëndësi ka të jenë të pastra dhe të majnë ngrohtë. A ka ndikuar familja dhe vendlindja jote në formimin tënd si person? Për shembull, ai ke thënë vetes, mëso sepse është e vetmja mënyrë për të ikur nga fshati. Këtë unë ja kam thënë vetes çdo ditë kur kam qenë në shkollë. Tani familja kam mendimin që për çdo brez dhe për çdo kohë është suporti dhe mbështetja kryesore për çdo njërin prej nesh. Dhe nuk besoj se kjo ka diskutim. Sigurisht që familja, prindrit e mi kanë qenë mbështetja ime kryesore, por dhe 3 vëllezërit 3 mi që janë më tritur, sepse unë jam më i vogli i 6 fëmijëve, por kam edhe 3 vëllezër më tritur se unë, kanë qenë një suport i madh për mua, për shkollimin dhe formimin tim, dhe falë mbështetjes prindërve dhe të familjes jam këtu ku jam sot. Tani, ai kam thënë shpesh herë vetes, mëso se është e vetmja rrugë për t'ikur nga fshati. I kam thënë mëso, po jo si e vetmja rrugë për t'ikur nga fshati. Mëso se është e vetmja rrugë për t'ecë përpara.
po t'i referohemi kohës që kemi kaluar. Sepse fshati sot në fakt, njerëzit po kthehen tek fshati. Edhe unë e kam për krenari që e dini ç'mosh kam ikur nga fshati, edhe mbasi fillova punë, mbasi mbarova universitetin dhe fillova punë në Dibër, unë kam ikur nga fshati im, që është shumë afër qytetit, në moshën 26 vjeç. Fshati është do shishi. Dhe do shishi, dhe vazhdoj të jem truaj lidhje të fuqishme me fshatin tim, me Dibrën po me fshatin tim. Se kam bërë kërkime kur mundosha të të bëja për vete atëherë. Edhe është fshati i bukur në Dibër. Çfarë vlerash ke mësuar nga familja? Po recetën e jufkave, ata kanë mësuar? Nga familja kam mësuar që t'jem me këmbë tokë. Dhe që të bëj sa munden për t'u ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë. Sa ja kam arritur deri tani t'ja dal kësaj, këtë nuk e di, këtë mund ta thonë të tjerët që më njohin nga afër dhe që ju ka rënë rasti të punojnë me mua në punët që kam kryer. Recetën e jufkave, por nuk besoj se ka di bran që nuk është rrit me recetën e jufkave. Jufkat kanë qenë një moment gëzimi, zajret e dimrit në familjet e Dibrës, që është tradit, kanë qenë moment gëzimi për kohën. Vezët, qumshti dhe mielli i mirë dhe jufkat e vëna në çarçaf të bardhë në shtëpi për t'u tha, kanë qenë një moment feste dhe që unë ende e kam në memorien time atë kohë. Nëna ime ishte mjeshtre e bërjes jufkave dhe unë i kujtoj kur mlidheshin gratë e lagjës duke ndihmuar njëra tjetrën për të bërë jufkat e Dibrës, sa te njëra shtëpi tek shtëpia tjetër dhe era e atyre jufkave më ka ngelur në mendje dhe e kërkoj ende atëherë. Jufkat pa diskutimi në receta që identifikohet Dibra me recetën e jufkave, po ato erën e jufkave në atë kohë ndoshta ende se kam gjetur.